Rrëfin edhe për një histori tjetër, një histori nga koha e luftës, ku djali i saj kishte qenë ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ajo tregon se gjithë familja e saj kishte ikur në Shqipëri, i cili kishte dashur që frymën e fundit ta jep për liri. Në bjeshkët e Strelësit i kishte dalë në prit, dhe nga ai moment nëna Mem nuk di asgjë për fatin e birit të saj. Na, kur ra Joniki, jemi shku në Rashiq. Se thanë s'ka luftë në Rashiq, djali si m'ka hupë, thë ke pa mytë, nuk dalë në Shqipni. Se në qoj venin, në hati që ati djali si ishtë në front, u dashke më nejtë. Kur ra Joniki, shka kemi hek me dalë tonë, jem grif, jem shku jo s'ka luftë në gjini. Nejtëm tonë dimni në gatë, mu më radë një vit me nejtë. Këta 8 muj ka nejtë, kjo mu e renë, se renë e kom pasë të ati djalit në Gjermani, edhe qiken, e shku në Gjakon, piskot të motra. Unë e thash nuk muj me lo djalin këtu, du më nej me djal. Edhe nejta me djal, dhe këte si erdhen shkijet me në qitë. Jemi hip në traktora, jemi shku 4 dit, kemi zgat, me shku me hinë kogz, se së kur si në gjirët kerët, pak put, që shetë ka atje, ata natën nuk punojshin kufitartë, shkijet, flenshin, na flenshim në asfalt, se ne na u prish kerit, tonë shkepun në për traktora, atër jemi shkue në Kogës. Ku jemi shku në Kogës, kem nej 4 dit, jemi shku në Dërs, me vëlla, me gjini, këta ishin kanë shku në këmë të hasit. A i këmë të hasit, zoti e pështoft, i shkon i mirë, edhe i shkon kështu qelebrimin që në konjora, gjindë ngritun, e merë, e erdhe në Dërs e muar, e shkova në këmë. Për dhe qasi gjindë, që në kanë prit mirë, aferim u kofta ty në që kanë bo për ne. Edhe jemi të lidhën tash me deke, me dasëm, me ta kur s'ko me i harru. Unë e lash aty në Rashiq me djemë zaznive me krejt, në hipëm traktora zvike. Jo, thike, duhet me mbrojt vendin, ata kur i kanë rrethue, jenë dalë në bjesh Strelësit, me dalë për Shqipni, që aty thoni ka qitë një i zahaqit e në prit, si u konë me ta i shkonë shpion, e i kanë zonë. Dejnë Libeniq, i kanë pa të i hipë në kamionja, ma në atonë njësë kamioni, dhe të kasarën të ushtrisë pej, kodë i kanë pasi gjalla din, mos dikush për taj kem lypë, kjo shkue me shflu vorën pej, mos po si e njerishtës i kanë mytë, së dalë kërkun edhe në bjeshk, qontat jenë gjetë në bjeshk, me teshe me sene. U shduken që kur mos e pakon hish, 2 djemë të hastetit, me djemë të mishë, djali vlaut, edhe 2 vlazën tjerë, vish me më halës, 22, zdikush për ta ku janë. Jo, hiq, që në gjetë eshnat hiq, teshat ju kanë gjetë në bjesh Strelësit, ata kërkon hiq. Jo mërzit, si 3 vjetë, që më konë gjeni as dhejtë e ura me dalë komë, sa smut jem konë. Po, qika në shike, ish qika 18 vjeqe, vile tha nga ata ty kajtë, tha, oj njonë, tha, me mujtë, tha, në rona me vla. Tha, s'mos thuj ashtu se me më thonë dikush, a pe mera ta me të që ty, thamë jo, gjithë kush e ka fatin e vetë, njona këto, nuk e thëtë, e vled ty, e vled ata. Si qiken, si djalin më në nja. Qështu, mërzit jam vëllë, po tash, së mu që të na herët, duhet mërnju dhe për tjertë.